Aksidenti rënd në ajër, avioni rëshket nga pista dhe përfundon në det, 2 persona humbin jetën. Një avion është përfshirë në një aksident të rënd në aeroportin ndërkombëtar të Hong Kongut, pasi rëshqiti nga pista dhe ra në det gjatë uljes në orët e para të mëngjesit të hënës. Ngjarja ndodhi rreth orës 03:50 kur avioni Boeing 747 i operuar nga kompania turke ACT Airlines dhe i marrë me qira nga Emiratet, po vinte nga Dubai. Sipas autoriteteve, 2 persona që ndodheshin në një automjet të shërbimeve toksore humbën jetën, ndërsa 4 anëtarë të ekuipazhit u shpëtuan dhe u dërguan në spital. Emirates sqaroi se fluturimi EK 9788 ishte një waitlist që do të thotë se ekuipazhi, mirëmbajtja dhe sigurimi ishin përgjegjësit e ACT Airlines. Sipas njoftimeve, avioni nuk mante ngarkesë në bord në momentin e aksidentit. Pamjet e publikuara nga mediat lokale tregojnë avionin pjesërisht të fundosur pranë murit detar të aeroportit me pjesën e përparme mbi ujë dhe bishtin e shkëputur. Autoritetet mbyllën përkohësisht pistën veriore, ndërsa 2 pistat e tjera vijuan funksionimin normal. Autoriteti ndërkombëtar i Hong Kongut është një nga aeroportet më me shumë fluks në Azi. Departamenti i Aviacionit Civil tha se po bashkëpunon me kompaninë ajrore dhe palët e tjera për hetimin e plotë të shkaqeve të aksidentit.